Delina Fico temrohet antare në gjykatën kushtetuese. Edhe ajo do ndodhi. Pyetje, unë i hapur për çdo pyetje. Zoti Berisha, po. 2 ditë më parë zoti Basha është paraqitur për të pyetur për 21 janarin. Ju keni marrë një fletëthirrje për 21 janarin për të pyetur? Tani. A do të paraqiteni? Tani. Do të sqaroj shqiptarët se nga viti 2013 djerë në vitin 2025 njeriu që ka penguar çdo hetim të asaj dosje ka vetëm një emër dhe ky është Edi Rama. Shqiptarët e dinë mirë që s'kam patur përkundazi një armiqësi të hapur me Ina Ramen, e cila në qoftë se ky është si vlla me Troplinin, Ina është si motër e Troplinëve. Mësoje nga unë këtë. Përveç tjerash, domethënë. Por Ina Rama, e cila refuzoi prokurorin ndërkombëtar që unë kërkova, se erdhi prokurori ndërkombëtar, s'është e vërtetë se kam dëgjuar, jo, ka ardhur prokuror amerikan këtu, ka ardhur, është reale. Nuk hetonte dot sepse i dilte Edi Rama. Dhe kërkesa zyrtare e qeverisë amerikane, shif pak arkivin e televizionit tënd e të gazetave, është kjo. Të hetohet nga polici thjesht tek organizatori kryesor. Kjo deklarat, kjo kërkesë ka ardhur këtu nga Thomas Countryman, që erdhi i posaçëm për këtë krizë. Ishte asistent ndihmës zëvendës sekretar shtetit. Një. E dyta, ka asnjë diskutim që hetimi i plot dhe zbardhja e kësaj çështje është interesi më maksimal i Sali Berishës dhe Partisë Demokratike, sepse ajo ishte e qartë një agjendë, ajo ishte demonstrata më e dhunshme në historinë e vendit me një agjendë politike për mbyshjen e pushtetit. Ka pasur urdhër zoti Berisha? Po, tani, i vetmi urdhër që ka patur është ky. Që Carlo Bolino që mori 4.000 metër katror tokë të familjes Lagami, familjes Begeja dhe familjeve të tjera të lënë për gjimnaz, Naureda Lagami mori 3 milion euro çka i përkiste familjes vet, Carlo e mori me 1 euro dhe ju paguat 3 milion euro për Carlon që është përblevi Edi Rama. Nuk ka patur absolutisht asnjë urdhër nga askush dhe s'do mund ta gjejnë kur se ka patur një urdhër, sepse s'ka patur urdhër. Garda ka vepruar përputhje me ligjin dhe vetëm ligjin. Ligji, lexojeni ligjin, të miratuar nga mazhoranca socialiste para ardhjes sonë në pushtet. Kaq, kjo është përgjigja. Tjetër pyetje? Do paraqiteni ju kur të bëj sfaku fletëthirrje si deklarues për çështjen e 21 janarit? Urdhë? A do paraqiteni zoti Berisha kur sfak? Në çdo fletëthirrje që mund të më bëhet, për çdo gjë edhe unë e kam faktuar këtë, vjekeqe, e kam faktuar këtë, unë jam paraqit prokurori shumë herë sa më kanë kërkuar, unë e kam ligj paraqitem. Nuk mund të kem sepse kam konceptet e mia unë për shtetin dhe shoqërinë parashtetërore, shoqërinë passhtetërore.